Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni, ju përshëndes përsëri nga Tirana, të më falni për vonesën, për arsye kemi shumë takime, shumë bisedime me profesorët, me studentët të Shqipërisë me kufi natyrore, të Shkupit, të Prishtinës, të Tetovës, të çdo qyteti të Shqipërisë që është lënë në heshtje nga shqipfolësit e të dy krave, sidomos nga Tirana, ashtu dhe nga Prishtina, ashtu dhe nga Shkupi. Shqiptarët që i kanë qenë për 35 vjetë, ata kanë bërë punën e armiqve tonë shekullor, i kanë lënë qytetet, i kanë lënë studentët më janë pa përfillur, vetëm e vetëm afrojnë postet e tyre njerëzit më të ulët e më të paftë. Kudo që jeni shqiptar, sidomos të Amerikës, të gjithë Evropës, shqiptarë të kufive natyrore janë 6.300.000 shqiptarë. Vetëm të Tiranisë, shqiptarët e Tiranës e kanë fjalën të Shqipërisë në Shqipëri, janë 3,5 milionë që kanë ikur që prej 90-s deri më sot që unë po flas. Shqiptar, unë nuk kam thënë që në fillim unë jam shërbëtor i kombit të Shqipërisë dhe po bizdoj me gjithë studentët, profesorët që janë lënë minjan për 35 vjetë. Dëshirojnë të gjithë studentët e Shqipërisë të kufive natyrore, juve mund t'ua them edhe sonte dhe fotot, sepse e filluam me Shkupin, aty ku janë Dardanët, aty ku ka filluar shqiptarët, aty ka filluar lufta, aty ka luftuar me shekuj me armiqtë tonë shekullor. Aty përsëri fillon u ngritën intelektualët të rinjt, u ngritën dhe profesorët e organizuan dhe kanë filluar dhe shqiptarët që ishen në përgjumë, kanë filluar dashur shqiptar të lëvizën për vendit, të mbrojnë kombin e Shqipërisë, të mbrojnë vendin e tyre se ka arritur koha për të mbrojtur Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë me kufi natyrore. Shumë njerëz më shkruajnë dhe më thonë që mirë, po profesor, po të gjithë a këta që thua ti janë të burgosur, po a do të konfiskohen? Shqiptarët e mi, unë ua kam thënë, pavarësisht se mizat e kalit propagandojnë, pavarësisht se shqip folësit bëjnë që mos çdo gjë janë mbledhur bashkë, unë kam thënë që në fillim dhe i kthej përgjigje çdo personi që mendon. Të dashur shqiptar, të gjithë ata që arrestohen, të gjithë konfiskohen. Mos dëgjoni se shtonë për televizor, e hapën propagandën qëllimisht dhe thonë që edhe ne bëjmë burg po të mbajmë miliona dollar. Jo, edhe $1 nuk e mbajnë dot. Unë ua kam thënë që fillim, atë ditë që arrestohet, çdo gjë është konfiskuar. Unë kam thënë të gjithë konfiskimet që bëhen në Shqipëri, të gjithë konfiskimet janë bërë në për bankat, të këtyre hajdutëve, të këtyre shqipfolësve, të mizat të kalit, e kam fjalën jo vetëm për Tiranin Shqipërinë, e kam fjalën për Kosovën, e kam fjalën për Maqedoninë, e Malinezi. Kanë vjedhur shqiptarët, i kanë detyruar shqiptarët të mërgojnë, pa pikë turpi. Në Tiranë ka 3 ditë që zjen, e kanë bërë qëllimisht, e quajnë samitin e diasporës. Kjo është fjalë e huaj, dashur shqiptar. A di çdo thot samiti i diasporës? Çdo thot diasporë? Diasporë do të thot i përzejm nga vendit tonë, diasporë, të qrohen për tokës të Shqipërisë. A e pat në Tiranë për 3-4 ditë,
Nuk janë asnjë nga emigrimi të rrallë, sidomos një zonjë që foli nga Italia, shqiptare nga Fieri, foli tamam me gjuhën e shqiptarëve, foli tamam me sy në lot, e re ka shkuar në Itali. Ka mbaruar 3 fakultete, diploma edhe ekstra. Është juriste, punon për shtetin e Italisë, sa bukur që e tha. Punoj 12 orë për shtetin e Italisë, pse mos punoj 20 orë për tokën e stërgjyshve dhe të babës tim e të vetës së saj. E apren magafonin, sepse aty ishim mbledhur të gjithë mizat dhe shqipfolësit që kanë shpërndarë në për Shqipëri. Po ashtu bëri drekën Edi Rama, të quajtur me diasporën. Do të shihni me foto në orën 6 që s'ka asnjë të diasporës, po janë priftin, janë ca dervisha, janë mizat e kalit të politikës të PD-s dhe të PS-s. Shqiptar, erdhi koha juaj. Gjithë studentët duan të ngrihen. Gjithë studentët duan të vinë në Tiranë. E dini pse, sepse kjo Tiranë ka shkatëruar Shqipërinë e kufive natyror. Kjo Tiranë e ka mbajtur për 35 vjet që të mos bashkohet Shqipëria. Kjo Tiranë e ka bërë Kosovën me politikën sërbe që të mos ngrejë flamur shqiptar, po të ngrejë një flamur që s'është i shqiptarëve, një flamur blu, edhe pa kafe, tamam ngjyra e serbëve dhe të grekëve. Shqiptarët e Kosovës, të dashur shqiptarë, shqiptarët e Kosovës kanë luftuar me shpatë në dorë kundër armiqve shekullor dhe sot ai flamur që është gjakosur kanë vënë një flamur tjetër. Pra, unë u them kush është patriot, nga ju deputetët e Kosovës që jeni, ju më dëgjoni me vëmendje, kam kret të dhenat. Nëse një nga ju del me flamur kuqezi dhe vendos të mes të parlamentit të Kosovës, a here do të quheni shqiptar, do të ngeleni një histori, a here bëhet Shqipëria me kufin natyror. Shqiptarët e mi, ju keni luftuar në UÇK, keni njerëz të vrarë, pavarësisht se ç'thon 4 veta që janë në burg, në Evropë, në Hag, në armiqt tonë shekullor, ata të Hagës, ua kam thënë që në fillim, gjyqtarët, janë shërbëtorët e Serbit dhe të Francës. Ne u kemi dërguar që në fillim, dhe u kemi thënë zyrtar, jo si parti, po si misioner, dhe si që punoj për mbrojtjen e kombit të Amerikës dhe të kombit Shqipërisë. Dhe na kanë thënë 100% se do lirohen, pavarësisht se disa përthaqin për të gjithë të 4 ata. Thonë, mbrapa dyerve të mbyllur, është kështu, është ashtu. Kur të vinë në tokën e tyre, nëse ata kanë gabim, t'i gjykojnë shqiptari, e jo t'i gjykojnë sërbi, sepse kanë luftuar me UÇK-n, kanë luftuar krah për krah me forcat ushtarake të Amerikës. Shqiptar, Ramush, po të paralajmëroj përsëri, nëse je gjaku i 2 vëllezërve që t'janë vrarë, ashtu dhe miq e shokët e tu që janë vrarë në luftë, që ke qenë me UÇK-n, dil dhe ngrije flamur në mes të Kosovës të parlamentit. Ata njerëz që se duan, ne do t'i shëgoj. Ata nuk do t'jenë me, jo në parlament,
por nuk do t'jenë, po do t'jenë në përburgjet për arsye se ata nuk duan flamurin e Shqipërisë. Ramush sa më parë, e di që e do Shqipërinë, pavarësisht se ke qenë kryeministër edhe mund t'jesh dhe nesër president për një kohë të shkurtër, për arsyen se ne do bashkohemi me Shqipërinë me kufi natyror. Kaq kam për Kosovën. Po ashtu, edhe për Maqedoninë. Ju deputetët që keni qenë ministra, nuk po i përmend me emër, po i dini vetë që jeni shkaktar, se po të ishte tyve 100% shqiptar, do të kishte ndryshuar Maqedonia me kohë, e nuk do quhej Maqedonia e Veriut, po do quhej Maqedonia e shqiptarëve. Ajo është Maqedonia e Aleksandrit. Ajo është Maqedonia e shqiptarëve. Ajo nuk është Maqedonia e grekëve apo e serbëve. E pat ju të Maqedonisë, ju deputetët e Strugës, e pat fare bukur. Nga lodhja, nga vjedhja, nga përçarja jeni bërë me flokë të bardhë, por nuk ka me të mashtruar e me të gënjur, se ka erdhur koha e kombit të Shqipërisë. E pat dhe vetë si u ngrit Shkupi. Asnjë nuk e besonte se studentë e Shkupit, pra ju jeni deputet në Maqedoni, e dini me rregull që janë dy gjuhë, janë vendosur dy gjuhë, hem Shqip, hem Maqedon. Pa herë si studentët e Shkupit mësojnë Shqip dhe mos japën provimin në gjuhën Shqipe. Po jo, dim se që bëjmë. U ngritën studentë e Shkupit, i ngjall studentë e tjerë që ishin në përgjumë. Student kudo që jeni, sidomos në Kosovë, në 7 universitetet të Kosovës, Prishtinë e më radhë, pra të ngriheni, si që më keni lajmëruar, studentët e Maqedonisë të gjithë të Strugës, më shkruajnë qindra studentë, dhe më thonë duam të vim në Tiranë me grupe, më këmë duam të vim, sepse këtu në Tiranë, në Shqipëri, është nëna shqiptare. Fëmijët e saj ka të shpërdarë, një e ka në Maqedoni, një në Kosovë, një malë të zi, edhe një të sterosur, të vrarë, të përzen, që quhet Qamëria e bukur. Pra erdhi koha e jonë dashur shqiptar. Ja që po bën Edi Rama. A mbani mend para ca kohe do të nxjerrë mësonte. Para ca kohe vjen një zi. Ata janë zi. Në Amerikë ka fjalë. Ka qenë majori i New Yorkut. Do me thënë, kryetari i bashkisë të New Yorkut, të 11 milion popullat. Erdhi në Tiranë te Edi Rama. E solli Edi Rama dhe e pagovi. A ishtë në gjyq, po më poshtërsi, që ka bërë Edi Rama do t'u shpjegojmë sot, do t'u nxjerr me fotografin, Edi Rama i jep në shtetësin, i jep pasaportën shqiptare. Ai, me ngjyrë të zezë. Njerëzve që janë në Amerikë, kur i thua i zi, ai nderohet. Po t'i thuash një fjalë tjetër, po e them, po t'i thuash negër, ai acarohet, sepse janë të zinj, po janë të edukuar, janë të pastër. Po kryetari i bashkisë, ish kryetari i bashkisë të New Yorkut, ai ishte në gjyq. E mori pasaportën shqiptare qëllimisht që mos dofta të mos dënohet në New York. Jo, ai do dënohet. Ai do dënohet dhe ai ka thënë e do thot realitetin, sa para i ka dhënë Edi Rama. Po mirë more Edi Rama. Shqiptarët që janë kosovarë, që
që janë gjysë tërgjyshi shqiptarë, që nga themeli nga Dardani. Ti i kërkon $5.000 të vi një shqiptar kosovar. Një 2.000 i kërkojnë ata mizat e kalit të Kosovës. $5.000 i kërkojnë këtu. Edhe përsëri nuk bëhet në shtetës. E pra shqiptarë, ja pra këta keni patur për 35 vjetë. Do t'i shihni sot, do të nxjerr në foto se si i dha pasaportizimin një të siu nga New Yorku, a ishte ndjekje qatë minutë që mori pasaportën nga FBI. Për arsye se ka erdhë që s'lejohet të bëhet në shtetës, kurse Edi Rama bën qartë të dorë. Ashtu si ka mbledhur drekën e quajtur Samiti me Priftin e me dervishër, me spiun e me agent. I ka thritur nga të gjithë rreth. Ata që kanë mbajtur Shqipërinë, deri më sot nuk e lejon të bëhet Shqipëria me kufi natyror. Po jo, unë kam Chelsin e do bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Pra dashur shqiptar, sot në orë 6. Do t'i nxjerrëm në foto si mori pasaportën. Çfarë bëri? Pse darkën e bëri e quajti Samiti, i diasporës, që nuk është i diasporës. Disa që folë atje që kanë erdhur nga New York, ata janë bashkëpunëtorët e Sali Berishës dhe të Edi Ramës. Ata janë pasunik, janë bërë në Brooklyn, në Bronx, e në New York, me parat e Gjakut Tuaj. Aty vetëm një vajzë që foli, që ajo është heroje që foli sot, dje dhe janë mbyll edhe ja lanë më gjysmë mikrofonin, janë mbyll. A foli realitetin. A u tha që ju nuk e njini politikën, po ju njini vjedhjet, vrasjet, hajdutleqet. Dhe i tha, tamam, ati të Librazhit. Ballës. Balla i veshur, i pipilosur. Deri dje ishte me atlete me ngjyrë të kuqe pe Librazhit, pe maleve të Librazhit. A i sot kem u quajt ka ministër i diasporës. Diasporë nuk ka dashur shqiptar. As me vend të botës, po ka emigrant që kanë ikur, që i kanë përzën nga toka e Shqipërisë, nga toka e Skënderbeut, nga toka e Ismail Qemalit, nga toka e Flamurit, Kuq e Zi, me 2 krenare, shqiponjë. Shqiptar, miru pafshim në orën 6. A herë do të nxjerrëm edhe letrat dhe dokumentat se çfarë kanë bërë fytyre këtyre. Të më falni që u vënova, por së shpejti ne do dalem përsëri. E në qoftë se volojmë disa minuta, s'mund t'i refuzojnë njerëzit që vinë nga larg, po vinë të gjithë shqiptarët, të gjithë intelektualët, do kthehen në tokën e tyre. Do t'ua shpjegoj më mirë sot se ata nuk janë diasporë, po janë emigrant. Ata janë emigrant të përzën. Ata duan të vinë këtu, po këta duan të organizojnë, po jo, në Amerikë nuk organizojnë. Janë emigrant dhe kanë mendjen të rikëthehen në vendin e tyre, e në Amerikë, e në Shqipëri. Pra, miru pafshim në orën